vazhdon seansa, në fakt njëjtën ditë me transmetim vazhdon seansa sparja e rregullt pas seansës së zakonshme, ku do të votohen pikat e mbetura për votim dhe më njëherë ditën tjetër në një në to seansë e re me diku 18 pika të re. Kjo pyetje unë tash më njëherë shkoj në parti me vendimin e marrë në kryesinë e kubanit, e shtroj në kryesinë e partisë, dhe sigurisht pasi të shqyrtohet në kryesinë e partisë, do të informohet edhe publiku për vendimin që ta merr kryesionismës. Nëse s'kem ndonjë pyetje tjetër, ju falenderoj shumë. Tash kryetari sigurisht ka më shumë nga këndvështrimi i tij për ta. Kur t'jeni gati, janë nisëm. Ditën e mërkur do të kemi seancën e jashtëzakonshme në bazë kërkesës propozuese 42 deputetëve. Po shpresoj se jemi në rrugë të mirë për të pasur konsenzus, i cili është edhe interesi i qytetarëve, mbrojtja e sovranitetit, mbrojtja e shtetit, edhe një të kohë rujtja partneritetit me bashkësinë ndërkombëtare. Kjo është, besoj, do t'jetë edhe reflektim, edhe pse pata një propozim që të fillonim nga sot, që të kemi një harmonizim të rezolutës të përbashkët, ajo çfarë dua ta përçoj si mesazh tek gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Qëllimi ynë është të jemi bashkë. Nuk është qëllimi i cili e bën iniciativë, cili përfiton në këtë moment shumë të ndihshëm politikisht. Duhet të evitojmë interesat tona elektorale për momentin, të orientohemi tek ballafaqimi me një sfidë e cila nuk është e lehtë, ajo është Serbia. Edhe në njëjtën kohë qytetarët e Republikës Kosovës duhet të jenë sigurt në partitë politike, në institucionet e Republikës Kosovës, në bartësit e institucioneve e Republikës Kosovës, për mbrojtjen e sovranitetit, kushtetueshmërisë, integritetit, edhe në njëjtën kohë për mos lejimin e krijimit të pushteteve paralele, cilat do të mund ta dëmtonin Kosovën aktualisht, po në njëjtën kohë do të mund ta ndanin nesër. Kjo është e papranueshme. Kjo do të jetë. Edhe do të kemi seancë të rregullt parlamentare ditën e njëjtë, po ashtu me disa pika të rëndë ditës, për të thënë që të mërkurën do të vazhdojmë me pikat e papërfunduara, të cilat janë të bartura nga seancat e mëparshme. Kemi votuar një pjesë shumë të madhe të projektligjet të cilat i kemi pasur në proces. Në njëjtën kohë do të vazhdojmë edhe me pikat e papërfunduara të cilat janë në votim, po ashtu të mërkurën. Po besojmë shumë se do të realizohen gjitha projektligjet, të votohen gjitha projektligjet të cilat janë në agjendën e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ky është një sukses për vetë qytetarët tanë. Ne e kemi një drejtim, bën i bashkë platformën nacionale, pak më bën për shtypje në këtë moment qëndrimi dhe i partisë sime. Ajo çfarë do ta bëj ditën e mërkurë, do të jetë orientimi që t'i afrojmë me çdo kusht, të kemi një qëndrim përbashkët të nacional, çështën e ballafaqimit me Serbinë, rujtjen e Kosovës dhe partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare. Unë shpresoj se do të arrijmë edhe ftoj edhe partnerët tanë nga opozita, që për momentin të lanë egot dhe inatet, cilat mund të jenë, po dhe interesat. Kalojmë një herë këtë pjesën në ballafaqimin me Serbi, pastaj kemi ku për gjëra tjera cilat janë më të thjeshta do ta konsideroja, siç është lufta për pushtet mes partive tona politike. Për këtë pyetjen e dytë s'mora vesh kurrë. S'mora vesh kurrë hiç. Po vazhdojmë, a ka pyetje tjetër? Se kuptova, thëmë drejt. Transparenca në Kuvendin e Republikës Kosovës është shembull, po deputet duhet të jenë vetëm transparent, ta kursejnë Kuvendin edhe njëjtën kohë ta ruajnë prestigjin.
e deputetit. Ndarja nuk do të ketë kur, po ne nuk do të rrezikojmë ndarjen tonë, e cila mund na krijon një situatë imponuese, e pastaj duke përfituar Serbia të krijojë edhe partner për ta dëmtuar Kosovën. Ne sot duhet të mendojmë çka do ndodh pas 10 vite, pas 20 vite, ku ndoshta shumica prej nesh, kjo klasë politike nuk do të jetë fare në aktive në pushtet, edhe në politikë. Duhet mendojmë për gjeneratat e ardhshme, nuk duhet lëmë atë çfarë u mundova edhe më herët ta them. Nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që të krijohen precedane apo situata të cilat mund ta paralizojnë, mund të krijojnë pushtet të ri, e jo më ndarje në mes Kosovës, po nëse shkojmë në ndam, e la mundësi Vučićit që ta tregon veten moderum. Kjo është e dëmshme. Do ta dëmton Kosovën për arsye se sot kur po flasim derisa ne po shtyhemi në mes veti, Vučići po promovon dialogun, partneritetin, a në jetën ku jam shumë i sigurt këtë çka po e plas para juve, se nuk është i gatshëm ta bëj gjën e tillë. Po përfiton nga mungesa e unitetit brenda kosovar. Faleminderit shumë, suksese.